Granit Xhaka dhe Zvicra patën një paraqitje të jashtëzakonshme ndaj Argjentinës, edhe pse u eliminuan në çerek finalen e botrorit, ishin shumë pranë një momenti historik, gjithçka u prish në dalje me karton të kuq e Embolo, i cili kishte një karton të verdh dhe më pas mori të dytin për simulim. Xhaka foli pas përfundimit të ndeshjes, në fushori shqiptar mendon se gjyqtari e vrau ndeshjen me vendimin në fjalë, ndërsa Embolo nuk e kuptonte pse u përjashtua. Si e përjetuat kartonin e kuq? Është e vështirë të gjesh fjalët e duhura më njëherë pas ndeshjes, është shumë e hidhur për ne. Mendoj se ishim shumë mirë në lojë, madje kisha ndjesinë se mund të bënim dhe më shumë, por fatkeqësisht ky është futbolli. Ishte një vendim shumë i madh që ndryshoi plotësisht ndeshjen. Kjo dhe më shumë. Fakti që ky rregull zbatohet vetëm që prej këtij botrori, e bën dhe më të hidhur situatën apo jo? Rregullat janë rregulla, ne nuk mund t'i ndryshojmë, por me këtë vendim ai e vrau ndeshjen. Ky është mendimi im. Nuk e di se çfarë tjetër mund të bënte arbitri, por mos vrit ndeshjen. A keni folur tashmë me Embolon? Ai është shumë e rëndësishëm për skuadrën si brenda ashtu dhe jashtë fushës. Natyrisht ishte shumë i zhgënjur dhe kishte edhe lot në sy sepse as ai vetë nuk e kupton pse u përjashtua. Si ishte atmosfera në dhomat e ndeshjes? Në dhomat e zhveshjes mbretëronte heshtja, të gjithë ishin shumë të zhgënjur. Fakti që pas një ndeshje kundër Argjentinës atmosfera ishte e tillë tregon shumë për mentalitetin e kësaj skuadre. Pavarësisht se luajtë të mirë lojtar më pak, Zvicra i bëri kampionëve të botës një ndeshje të barabartë. Të thuash e barabartë është madje pak, mendoj se pas një ndeshje të tillë meritojmë më shumë vlerësime, por me këtë jemi mësuar. Sidomos në pjesën e dytë Zvicra ishte dukshëm më e mirë, jeni dakord? Mendoj se e nisëm mirë ndeshjen, sigurisht që posuam golin e një goditje nga këndi, por më pas në fushë u pa vetëm Zvicra, ata nuk krijuan më raste në pjesën e parë. Në pjesën e dytë ishte ndeshja jonë, morëm më shumë rreziqe dhe shënuam. Në fushë ndjeheshim shumë mirë, kishim më shumë energji, kishim më shumë besim. Zvicra ishte shumë pranë që me kualifikimin e gjysmëfinalit të shkruante një tjetër kapitull në historinë e futbollit zviceran. Sa shumë dëmb kjo. Mendoj se mund të jemi krenar për veten tonë, edhe nëse ju të gjithë shohin kështu ne luajtëm futboll të shkëlqyer, treguam karakter të madh dhe një mentalitet të jashtëzakonshëm. A dëmb dhe më shumë pasi për disa lojtarë ky mund të ketë qenë botrori i fundit. Sigurisht që kemi lojtarë më të vjetër në skuadër, edhe unë do të mbosh 34 vjeç, por ky botror tregoi se dhe futbollist 39 vjeçar mund të luajë në një turne të tillë. Në thjesht duhet të vazhdojmë të punojmë me veten dhe kur të kthehemi te klubet tona, pastaj të shohim se çfarë do të ndodh, por tani nuk mendoj më larg se dita e nesërme. Tani le të shkojmë pranë familjeve tona dhe më pas të shijojmë pushimet.